Nuk kam asnjë dyshim se kreu i Byros Kombëtare të Hetimit po mbahet qëllimisht peng. Më 1 shtator Aida Hajnaj u lirua nga kjo detyrë, por BKH edhe pas 2 muajsh nuk ka ende një drejtues. Pas testeve fizike, testit me shkrim dhe poligrafit, mbeton në garë 7 kandidat: Andi Pogaçe, Artur Beu, Elton Kërluku, Gentian Doi, Gentian Shehaj, Gledis Nano dhe Joni Keta. Por çdo ditë që kalon bëhet akoma edhe më e qartë se po bëhet një lojë shumë e pisë në prapasken, si për kreun e BKH-s, ashtu edhe për kreun e SPAK. Dhe protagonist duket se është vetë Altin Dumani, i cili kërkon të vërë në këto 2 poste besnikët e tij. Por çfarë ka ndodhur realisht? Argumenti që është përdorur gjithë këto muaj mbi ngecjen e procesit ka qenë se po ha kohë grumbullimi i dokumenteve për të bërë verifikimin e figurës dhe pasurisë së 7 kandidatëve në garë. Por nëse shohim reagimet zyrtare të SPAK dhe lëvizjet brenda organit të akuzës, duket se nuk përputhen gjërat. Në datën 3 tetor u shpërnda në media lajmi se ishte mbledhur komisioni i posaçëm i verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për të nisur verifikimin e kandidatëve. Lajmi u raportua fillimisht nga 2 prej televizioneve kombëtare në vend, Top Channel dhe TV Klan, dhe në fakt atë ditë ka patur një mbledhje dhe janë hapur dokumentet. Mbledhjet u pasqyruan më pas edhe nga pamfleti, por SPAK një ditë më parë ka bërë publike kërkesat dhe përgjigjet në kuadër të transparencës dhe në datën 15 shtator SPAK ka kthyer këtë përgjigje ndaj një kërkese. Në përgjigje të kërkesës suaj, e protokolluar më datë 2 shtator 2025, ju informojmë si vijon: Komisioni i posaçëm i verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve, bazuar në pikën 6 të nenit 6, ligji 95 fraksion 2016, ka marrë dokumentacionin dhe ka nisur verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve. Pra në mënyrë zyrtare, SPAK njofton se që në fillim të shtatorit i ka patur dokumentet dhe ka nisur verifikimet, ndërkohë pas një muaji del një lajm se është mbledhur komisioni dhe ka nisur verifikimet. Pra shtrohet pyetja: kur ka nisur realisht vetingu i figurës së pasurisë për 7 kandidatët? Ajo që e bën edhe më të rëndë është se sot është data 26 tetor dhe nuk ka asnjë të dhënë mbi këtë proces, ndërkohë që vetë SPAK në shtator ka pranuar se ata i kanë patur dokumentet dhe kanë nisur punën. Ajo që e bën më të rëndë është se 7 kandidatët final janë përcaktuar që në fund të muajit qershor, pra kanë kaluar mbi 4 muaj dhe akoma nuk ka përfunduar vetingu, ndërkohë që më pas do të bëhet përzgjedhja e emrit që duhet të shkojë në KLP dhe në fund do të jetë kjo e fundit që do të bëjë emërimin. Nën Rrogoz flitet se ka përplasje të forta mes 3 anëtarëve të komisionit që u morën me procesin e zgjedhjes së kreut të BKH dhe kjo solli shkarkimin e Arben Krajës si drejtues i marrëdhënieve me jashtë. Ndërkohë, aktualisht BKH drejtohet nga nënkryetari Joni Keta, i cili garon edhe për kryetar. Kreu i SPAK dhe nënkryetari i BKH ka raporte të mira mes tyre dhe si duket këto muaj Dumani nuk do pengesë në përkëmb, pasi deri më tani Hajnaj nuk e ka lejuar të bëjë ç'të dojë. Po ashtu flitet se Dumani po tenton të vendosë aty një të besuarin e tij dhe nuk ka siguruar akoma votat. Po ashtu, gojët e liga flasin se ka hyrë në mes politika, sido që tjetë, fakte dëshmojnë se diçka e pist po luhet.